Ti Sazan Guri e quan vetëm një ujk. Ujk. Në këtë realitetin tonë. Eksakt. Që do të thotë ekologjisti më i madh në botë, ujku, në natyrë jo në botë, ujku, ha sa do. Edhe unë parimet e ujkut i kam gjitha parimet e mia. Që ha sa duhet, tjetrën nuk bën dëm më tepër se duhet, mbron ekologjinë, mjedisin, sepse thera aq dele në sekond sa ato janë të dëmshme për botën e gjallë, për njeriu, për kafshët e tjera, që ai dallon që ka një sëmundje të caktuar dhe prandaj e therr. Është pastruesi më i madh i natyrës, sepse është duk qenet mikrobe, siç është dela, siç është dreri, bie fjala. Është baba i mirë, është familjar i mirë, nuk është LGBT, ujku, kur, të tjerë edhe më thënë, ujku nuk shkon me ujkun tjetër. Po, nuk shkon. Asnjëherë? Asnjëherë. Ditë eci, gjithë marshimi i ushtrisë është marshim ujku, që vjen të doptit, vjen në mes, bodyguardët mbi po ecin para, të pleqet vjen përsëri në mes dhe ecet me hapin e të doptit, me hapin e ujkut plak. Edhe ushtria kështu e ka, tash e kujtoj kur në zbore. Do eci me hapin e më të gadaltit, e më të paqepit, më të sëmurit. Pra, ligjet e ujkut janë ligje natyrore. Dhe një parlamentar që po t'i njoj ato, unë për vetën time i njoh. Kam dhe një libër që po hartoj, Psikologjia e ujkut. Dhe kjo mund t'i blej njeriu. Do japësh si doracak? Po, si doracak. Deputetëve? Po, për shembull, Vdekja e ujkut është një libër nga një francez që është përkthyer nga Spaiu, një Spai Kuksian ka bërë burg ai dhe në kusht të burgut e ka përkthyer një përkthim shqip perë, si Fanoli veprat e Shakespeare-it, aq i bukur. Dhe unë krahasoj frëngjishten me shqipen. Shumë e bukur shqipja. Aty kam mësuar që ujku, se ujku vdes në këmbë, kështu është ideja e tregimit. Po, ujku nuk dorëzohet. Edhe unë kur mendoj ndonjëherë vdekjen, më pëlqen do ta imitoj ujkun, e sigurt. Domethënë nuk do kem frikë nga vdekja. Edhe ideja ishte që këta ushtarë francez, 10 ushtarë, po shkatonin ujkun, ai mbronte fëmijën, nuk lëvizte nga istikami i tij. Edhe shumë trim, shumë kurajos, tjetër, çka ka fjalë, shumë buror ujku. Edhe këto njeriu, po të di ligjet e ujkut, edhe të bletës, nuk them, edhe njeriu mund të jetë zoti i vetvetes, mbreti i mendimeve të veta.